Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya'i Allahi wal-mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanuhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e paqes, përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Çdo qenie njerëzore ka një nevojë të natyrshme për të kuptuar kuptimin e jetës, rendin e universit dhe qëllimin e ekzistencës tonë. Natyra e krijuar me rregull dhe aq në përpikmëri dhe me harmoni të jashtëzakonshme në botën fizike, i fton të gjithë njerëzit të reflektojnë mbi fuqinë e krijuesit dhe mbi mundësinë e ringjalljes. Pyetja mbi aftësinë e Allahut për të rikrijuar qiejt dhe tokën është jo vetëm një thirrje për besim, por dhe një thirrje për mendim filozofik dhe arsyetim racional, duke lidhur besimin fetar me përvojën dhe njohuritë që na ofron natyra përreth nesh. Përveç dimensionit të besimit, kjo temë e ditës së sotme prek dhe aspektet morale të nderuar dëgjues dhe shikues, jo vetëm kaq, por dhe ato psikologjike, filozofike të jetës njerëzore. Besimi në një fuqi që krijon dhe rikrijon gjithçka, i jep njeriu të ndjesinë e sigurisë, të drejtësisë dhe qetësisë së tij të brendshme. Ai e ndihmon njeriu të kuptojë se jeta nuk është një rrugtim i rastësishëm, por është një proces me kuptim dhe fillim të caktuar, ku çdo veprim, çdo lëvizje dhe çdo përpjekje që ne bëjmë ka rëndësi dhe do të shpërblehet inshallah në botën tjetër. Dhe kjo qasje integron mendimin shkencor, filozofik dhe shpirtëror, duke krijuar një perspektivë të plotë për kuptimin e ekzistencës dhe të jetës së përtejme. Të nderuar dëgjues dhe shikues, për ditën e sotme do ju ftoja të ndiqnim së bashku tashmë 5 ajetet e para të sures Hadid. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Allahun e përlëvdon çdo gjë që është në qiell e në tokë. Ai është i plot fuqishmi e i urtë. Atij i përket sundimi i qiejve dhe i tokës. Ai jep jetë e vdekje dhe është i fuqishëm për çdo gjë. Ai është i pari dhe i mbrëmje, i dukshmi me argumente dhe i padukshmi në syr. Ai është i dijshëm
për çdo gjë. Ai krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë, pastaj u ngrit mbi fron. Ai e di se çfarë futet në tokë, dhe çfarë del prej saj, çfarë zbret prej qiellit dhe çfarë ngrihet drejt tij. Ai është me ju kudo që të gjendeni. Ai sheh gjithçka që ju bëni. Atij i përket sondimi i qiejve dhe i tokës. Dhe tek Allahu do të kthehet gjithçka. Të nderuar dëgjues dhe shikues, pasi ndoqëm së bashku surën e përzgjedhur për ditën e sotme, ose më saktë disa ajetet e para të surës Hadid, të cilat tregojnë se si Allahu xhaleshanhu e krijoi botën për 6 ditë. E krijoi në mënyrën më të bukur të mundshme, argument për krijimin e tij, argument se ai është Zoti i gjithësisë dhe argument për ato të cilët mendojnë me logjikën e tyre dhe e dinë që Allahu xhaleshanhu ka në dorë gjithçka dhe ai siç na krijoi, do të na rikrijojë përsëri në botën tjetër. Në universin e pafund që na rrethon çdo ditë të jetës tonë, çdo fenomen duke i lidhur me një rend të përsosur, çdo fenomen lind dhe duket i lidhur me një rend të përsosur dhe me një rregull të caktuar. Shohim qejt, shohim yjet, shohim planetet rreth rrotull planetit Tokë dhe çdo formë jete shfaqe një harmonizëm të atill që është aq i saktë dhe aq preciz sa që çdo mendim racional njeriu e njeh menjëherë fuqinë e jashtëzakonshme të krijuesit të gjithësisë. Lind pyetja. Dhe Kurani famuljar të thekson këtë pyetje, teksa thuhet: "Vallë, a nuk është i Zoti ai që krijoi qiejt dhe tokën, ti rikrijoi ato?" Ajeti 81 i surës Yasin. Kjo pyetje të nderuar dëgjues dhe shikues, nuk është thjesht një pohim nga ana e besimit, por është një thirrje për reflektim filozofik dhe për mendim të thellë shkencor, që i fton njerëzit të mendojnë për origjinën, rregullin dhe kuptimet e jetës. Reflektimi mbi krijimin është i ngushtë lidhur me kuptimin e ringjalljes dhe të jetës pas vdekjes. Nëse njeriu e kupton fare mirë rendin e përkryer të natyrës, ciklet e jetës dhe rregullat që mbajnë universin në ekuilibër, ai mund të kuptojë se një fuqi e lartë, që është Allahu, mund të rikrijojë gjithçka që ka krijuar nga fillimi. Ky perceptim jo vetëm që forcon besimin fetar, por edhe ushqen mendjen përmes arsyetimit shkencor dhe ato filozofik. Ashtu siç ligjet natyrore tregojnë për një rend të caktuar, po kështu edhe ideja e ringjalljes është arsyeshme, dhe kjo lidhje mes besimit dhe mendimit racional i jep njeriut një kuptim të thellë ekzistence. Nga këndvështrimi psikologjik, besimi në ringjallje dhe në drejtësinë e përjetshme ka ndikim të drejtë për së drejti mbi shëndetin emocional të njeriut. Psikologët bashkëkohor theksojnë se njeriu që beson se çdo veprim do të ketë pasojë, se jeta ka një kuptim më të madh dhe se ekziston një drejtësi hyjnore, ndjen ky njeri më shumë qetësi të brendshme dhe siguri shpirtërore. Pra i cili e din që jo në këtë botë, po edhe në botën tjetër, jo vetëm në këtë botë, po edhe në botën tjetër, ekziston një drejtësi hyjnore dhe siç Allahu xhaleshanhu gjykon në këtë botë, do të gjykojë edhe në ringjallje, ky njeri do apo nuk do gjen një qetësi të brendshme dhe një rehati në shpirtin e tij. Kjo ndjesi sigurie është themeli i rezistencës ndaj stresit, ankthit dhe frikës së vdekjes. Besimi nuk është vetëm obligim fetar. Ai është një mburojë psikologjike që i lejon njeriu të përballet me sfidat e jetës, me qëndresë dhe me durim të palëkundur. Përveç aspektit psikologjik, thirrja për mendim mbi ringjalljen dhe krijimin sidomos, ka dhe një dimension njëkohësisht dhe filozofik, i cili filozofët
islamik shohin jetën si një përgatitje për botën tjetër. Pra ne këtu në këtë botë jemi në një garë me veten tonë, me veprat e mira, dhe sa më shumë të bëjmë vepra të mira, neve fitojmë, të nderuar dëgjues dhe shikues, dhe prandaj të gjithë njerëzit, të gjithë besimtarët, të gjithë juristat fetar, filozofët fetar, thonë që njeriu përgatitet në këtë botë për të fituar botën tjetër inshallah. Çdo veprim, çdo sakrificë dhe çdo vështirësi në këtë botë ka një kuptim të plotë dhe të drejtë për njeriu. Pa këtë bindje që njeriu ka që në botën, ai përgatitet në këtë botë për të fituar botën tjetër, jeta do të dukej e rastësishme dhe pa kuptim. Do jetonim ditën, zgjohemi, mbarojmë punët tona, flëm gjumë, dhe nuk do kishte atë lezetin e vet për të ndjerë që përse Allahu xhaleshanu më krijoi mua në këtë botë. Çfarë duhet të bëj unë më shumti se një ditë unë do ndëroj jetë. Dhe ku do të shkoj? A do jetë shpirti im në rregull në ato momente? Dhe njeriu duke i bërë këto pyetje vetes së tij, dal nga dal arrin në fazën që të kuptoj që në këtë botë ai përgatitet pikërisht për botën tjetër. Nëse njeriu kupton se çdo gjë ka një vend dhe një qëllim në planin hyjnor, ai fillon të perceptojë rendin dhe drejtësinë, jo vetëm si ide, por si realiteti prekshëm, i cili lidhet ngushtë me moralin, etikën dhe shëndetin shpirtëror. Dhe kur shtrohet pyetja, vallë, a nuk është i Zoti ai që krijoi qiejt dhe tokën, të rikrijoi ato? Kjo pyetje në këto momente nuk është thjesht një pohim si sa besimor, por një thirrje e drejtë për së drejtë për mendim të thellë, për reflektim shkencor dhe për arsyetim filozofik. Ajo nuk i drejtohet vetëm zemrës së besimtarit, por i drejtohet dhe mendjes së njeriut që kërkon kuptim, rend dhe logjik në ekzistencë. Kurani në mënyrë të vazhdueshme e fton njeriun të mendojë për krijimin, për ligjet e universit dhe për ciklet e jetës, duke e lidhur drejt për së drejti këtë reflektim me besimin në ringjallje dhe në jetën pas vdekjes. Universi, me madhështinë e tij që e shohim çdo ditë më shumë, me galaktikat që lëvizin sipas ligjeve të sakta dhe me harmoninë e përkryer të forcave natyrore, paraqet dëshminë më të fuqishme se krijimi absolutisht nuk është rezultat i rastësisë. Fizika moderne flet për ligje të pandryshueshme për shumë e shumë kohë, për ekuilibra delikat dhe për konstante kozmike, të cilat këto, po të ndryshonin edhe në masën më të vogël, do të kishim një kaos dhe do të bënim një jetë plot me gjëra të pamundura, një jetë shumë të vështirë, por aq mirë janë vendosur këto ligje fizike, të cilat janë të pandryshueshme dhe këto ekuilibra delikat, saqë neve jetojmë çdo ditë më shumë, pra në këtë botë kaq të bukur, dhe duhet të falenderojmë Allahun xhaleshanhu, krijuesin e gjithësisë, sepse çdo gjë na çon tek përfundimi se është një krijues i cili e mban këtë univers nën kontrollin e tij. Kjo saktësi mahnitëse e rendit kozmik përputhet në mënyrë të përsosur dhe me fjalën e Allahut, ku Allahu thot në Kur'anin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. Ne e kemi krijuar çdo gjë me mas të caktuar. Surja Qamar, ajeti 49. Nëse krijimi i parë ka ndodhur sipas një rregulli kaq të saktë dhe të mençur, atëherë ringjallja nuk paraqet asnjë vështirësi për krijuesin. Përkundrazi, Kurani e paraqet ringjalljen si më të lehtë se krijimi i parë, duke i drejtuar mendjes njerëzore një logjik të thjeshtë, por të thellë, teksa Allahu xhaleshanhu thot Bismillahirrahmanirrahim. Dhe ai është që e fillon krijimin, pastaj e përsërit atë, dhe kjo për të, pra për Allahun, është edhe më e lehtë. Ajeti 27 i surës Rum. Të nderuar dëgjues dhe shikues, në këndvështrimin filozofik, ideja e ringjalljes lidhet ngushtë edhe me drejtësinë absolute.
Nëse jeta do të përfundonte vetëm me vdekjen dhe asgjë më tepër, atëherë nuk do të kishte atë drejtësi të cilët të gjithë e presin dhe do kishte shumë padrejtësi dhe do të mbeteshin të gjithë pa përgjigje. Dhe shumë sakrifica do të mbeteshin pa shpërblim dhe shumë krime do të mbeteshin pa ndëshkim. Filozofia islame e sheh jetën e kësaj bote si fazë përgatitore, ndërsa jetën tjetër si përmbushje të drejtësisë hynore pra të drejtësisë Allahu xhaleshanhu. Imam Aliu paqja qoftë mbi të shprehet dhe thotë: kjo botë është vend kalimi, ndërsa bota tjetër është vend qëndrimi. Prandaj merrni nga vend kalimi për vend qëndrimin tuaj. Dhe kjo perspektivë i jep kuptim vuajtjes, përpjekjes e sakrificës së njeriut. Njeriu nuk është qenie e hedhur në një univers të verbër, por është një krijesë që ka është krijuar me qëllim, me përgjegjësi dhe me destinacion të caktuar. Dhe kjo ndjenjë e qëllimit përputhet plotësisht me atë që psikologët bashkohor e quajnë kuptim i madh i jetës. Studimet të shumta në psikologjinë ekzistenciale tregojnë se individët që besojnë se jeta ka një kuptim përtej materializmit janë më rezistent ndaj depresionit, ankthit, stresit dhe krizave emocionale. Besimi në ringjallje krijon një ndjenjë sigurie pikërisht të këto persona dhe krijon një stabilitet shpirtëror dhe i tregon se jeta nuk shihet më si një seri ngjarjesh të rastësishme, por si një rrugëtim me domethënie dhe plot me mësim që marrim nga ajo. Kurani e lidh shpesh reflektimin mbi natyrën me përkujtimin e ringjalljes. Ai fton njerëzit të shikojnë tokën e vdekur që ringjallet pas qiut, duke paraqitur këtë si një analogji të drejtë për të drejtë të ringjalljes së njeriut. Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Dhe ti e sheh tokën të thatë, por kur ne lëshojmë mbi të ujë, ajo gjallërohet dhe rritet. Vërtet, ai që e ringjall atë është ringjallësi të vdekurve. Ajeti 39 i surës Fusilet. Dhe ky cikël i vazhdueshëm i jetës dhe vdekjes në natyrë është një argument i fuqishëm empirik. Biologjia moderne flet për rinovimin e vazhdueshëm të qenisave, për faktin se trupi i njeriut brenda disa viteve pothuajse rinovohet plotësisht në nivel qelizor. Nëse një organizëm është në gjendje të ripërtërihet vazhdimisht gjatë jetës së tij, atëherë pse të konsiderohet e pamundur ripërtëritja e plot e njeriut me urdhrin e Allahut në botën tjetër? Nga këndvështrimi i Imam Sadikut paqja qoftë mbi të, ai thot: ai që beson se do të qëndrojë para Allahut për llogari, e rregullon veprën e tij edhe kur është vetëm. Dhe ky besim krijon një vetë kontroll tek njeriu, një përgjegjësi të madhe dhe ndershmëri të brendshme tek ai. Psikologjia moderne e quan këtë, siç e thamë edhe më lart, kontroll i brendshëm moral, një faktor kyç që ndihmon në shëndetin mendor dhe për marrëdhënie të shëndetshme shoqërore. Shoqëritë ku individat veprojnë vetëm nga frika e ligjit janë të brishta, ndërsa shoqëritë ku individat ndihen të përgjegjshëm para një drejtësie më të lartë janë më të qëndrueshme dhe më të drejta në vazhdimin e kohës. Ringjallja, pra të nderuar dëgjues dhe shikues, nuk është thjesht një doktrinë teologjike, por një bosht rreth së cilit ndërtohet kuptimi i jetës, ndërtohet morali, ndërtohet drejtësia dhe mbi të gjitha ndërtohet qetësia shpirtërore. Kur njeriu e kupton se ekzistenca nuk përfundon me jetën e varrit, ai e shikon jetën me një sy tjetër, i sheh sprovat të cilat nuk e thyen, por japin në shumë mësim atij që të vazhdojë të besojnë në Allahun xhaleshanhu, të mbështetet tek ai dhe e dinë që kjo botë është thjesht një botë kalimtare, një vend prove për këtë njeri, një provim i cili do të zgjati sa të ketë jetë dhe më i miri nga këto nxënës në këtë botë është ai i cili ka përvetësuar gjërat e mira tek vetja e tij, ka punuar për veten,
pra në anën nga perspektiva pra fetare, ka përvetësuar veprat e mira dhe i ka shfaqur ato në shoqërinë ku ai ka jetuar, sepse ky njeri i cili bën këtë lloj veprimi, ai mendon për botën tjetër më shumë se sa jetën e kësaj bote. Kjo është më e mira për këtë person. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot, bota është fusha e mbjelljes, ndërsa ahireti është dita e korrjes. Dhe në përgjigje të pyetjes vallë, a është i Zoti ai i cili krijoi qiejt dhe tokën të rikrijojë ato, mbetet një thirrje e përhershme për mendjen dhe zemrën e njeriut. Po, Allahu e ka shumë të thjeshtë të rikrijojë çdo gjë nga e para, ashtu siç e krijoi krijimin nga e para, të nderuar dëgjues e shikues. Ringjallja është një ide abstrakte, por një realitet që i jep jetës kuptim, drejtësi dhe shpresë. Ai që ka krijuar gjithçka nga asgjëja, padyshim ka fuqinë të rikrijojë ato, dhe kjo e vërtet mbetet themeli më i fortë i qetësisë së brendshme dhe i besimit të sinqertë dhe të palëkundur. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن